Elon Musk ka bërë një hap pas në përplasjen e tij me presidentin amerikan Donald Trump, duke shprehur pendes për disa prej komenteve që kishte bërë më parë në rrjetet sociale. Në një deklaratë të fundit, miliarderi deklaron se ka tepruar për postimet e tij ndaj Trump. Pendohem për disa nga postimet e mia për Trumpin e teprova. Në fakt, një nga postimet më të diskutueshme kishte të bënte me pretendimin se emri Trump ndodhej në listën e lidhur me Jeffrey Epstein, një publikim që më pas u fshi nga vet Musk. Deklarata vjen në një kohë kur tensionet mes Musk dhe Trump u rritën ndjeshëm, por duket se kreu X ish Twitter po kërkon të ulë tonet dhe të shmang për shkallëzimin e përplasjes publike. Përplasja e Musk me Trump tronditi jo vetëm Amerikën. Presidenti amerikan e paralajmëroi miliarderin që nuk do t'ia falë nëse ai tashmë për hakmarrje do të mbështes demokratët. Madje deklaratat e Elon Musk shkuan deri aty sa miliarderi paralajmëroi edhe krijimin e një partie të re. Mbetet për tu parë vijimësia e Musk dhe Trumpit, nëse ashtu si Musk edhe presidenti amerikan do të bëjë një hap pas.